Fshati Gryk Manati, me pak se 1 kilometër nga qyteti i Lezhës, shtrihet në të majtë të rrugës së vjetër që shkon për Tiranë. Sa po futesh në këtë Gryk, të shfaqen male, kodra, fusha, fundemaj të gjelbëruara me peizazhe mbërëslënse, karakteristikë dalluese e këtij fshati që fshet brenda vetes bukuri thralla dhe potenciale të mëdha për zhvillimin e agroturizmit. Për ruajtjen e këtij mjedisi me burime ujore, qinar mbishekullor dhe pyje që harkojnë përreth fshatit kanë ndihmuar vetë banorët, punëtorë e naturdashës, të cilët kanë mbrojtur atë nga prerit e palishme dhe zjarret. Fermerët këtu merren me bujqësi e blegtori. Ata kultivojnë frutikulturë, plantacione molli, vreshta dhe janë të kënaqur me prodhimet që marrin. Më jam banor fshati Gryk Manati. Banoj kam 10 dilim tokë, përpulej ullëj, kopshtaj, janë për blegtori, jam të për i knaqshëm në këtë punë. Edhe të rit e shohin me perspektivë fshatin e tyre. Ne jemi banor të fshatit tonë, fshati Gryk. Fshati jonë është një fshat shumë i mirë, ka pas shumë njerëz punëtor dhe ka aktualisht njerëz punëtor, të cilët i kanë dhënë një zhvillim të jashtëzakonshëm nga ana bujqësisë, por dhe nga ana blegtorisë që kanë filluar tani. Ambienti është shumë i mirë, vendi është shumë i mirë për gjithçka, edhe njerëzit po përparojnë dhe po bëjnë përpara me punën e tyre dhe tani ka filluar të shihet edhe puna. Duke shfrytzuar produktet bujqësore blegtorale bio në Gryk Manati, sapo kanë filluar të ngrihen bujtinat e para me restorante për vizitor, vendas e turistë të huaj. Ardian Doj, pasi punoi si emigrant afër 30 vite në Angli, u kthye në vendlindje dhe ngriti bujtinin e tij. Kam punu gati 30 vjet në Angli dhe kam menuar me hapin diçka këtu në Shqipëri, në vendin tim, tokën time, në Gryk Manatis. Vendi quhet Vreshta Vjetër dhe puna po ecën diçka, dhe në vera ka lëvizje më shumë, por dimri është pak më i lodhur, por shpresojmë që vinë njerëzit, kthehen. Atë unë mendoj se kush vjen për jashtë shtetit, vjen të investojë në këtë vend, se ndoshta sa më shumë me çan aq më mirë është puna. Gryk Manatia është shpraku për të hyrë në një nga peizazhet më të bukura të malësisë së Lezhës, një natyrë virgjër që ofron qetësi relaksuese e mundësi të mëdha për zhvillimin e agroturizmit në këtë zonë të begatë.